A na të regon neve shqiptarve që jemi në halë një afirmim qysh me bë pare? Se jo! Mande tjera t'i rregullojmë vetë. Ta na gjanat vinë më rafa. Atër, tema e parave janë disa mungesa që një kena i thojmë një mindsets, janë data settings, mendimet negative. Disa persona thonë ja, sepse kanë mendime, për shkak unë vetë kam pas mendime që të pasunit janë kurnaca. I dini janë kështu dhe me thanë nuk din. Si ju thënë? Nuk din me dhanë, nuk din me dhuru. Edhe këtë gjë kam pas qenë fëmiri. Edhe thoshe, po pse s'm vinë paret mu? Edhe në qoftë se m'vin paret mu mikur shumë shpejt. Edhe herë kthehem zero. Atëherë më ka ardhur kë mendim që ti këtë pas dhe me thënë, ky mesazh ishte për mu, se cili është ndryshe, që ti duhet me ndryshu këtë temë, dhe me thënë, që duhet me thënë, o Zot, shëqyr që qofshin tant pasën, edhe tant dhurofshin për ato që nuk kanë. Dhe unë duhet ta kthej atë fjali që unë kam pas për vetë vete. E njajta gjë edhe për njerëzin, që ose ata nuk kanë pare, duhet shikojnë, cila është aja fjali, ai mendim negativ, që ne kena marrë ndoshta edhe prej familjes, në mënyrë të pavetdijshme, prej shoqërisë. Dikush dan se s'ban me qenë i pasun, por edhe është ego. Thuaj gjithmonë, o Zot, më dhuro atë që kam nevojë. Që të kemi qira me pagu, që të kemi një makinë, që të kemi një jetë lumtur, edhe në qoftë se kam më shumë, do ta dhuroj për njerëzit që s'kan. Edhe atëherë njëri fillon e ka sukses në jetë. Të kish kanë me fjalë që shtu. Gjithmonë e kisha nisë emisionin kështu. Bashkë me Zojat. Faleminderit shumë Amadea.